ish numri 2 i qeverisë të thotë që është aferë e orkestruar, e dirigjuar nga kryeministri dhe ekzekutuar nga pasardhësja e tij zëvendës kryeministre, ku e ngre zërin opozita, e ngre zërin ai narrativ. Nuk ndodh asnjë gjë, befas, fal nevojës, ndoshta edhe për të patur rekorde, edhe përpara provimeve në thonjza, përpara takimeve të Bashkimit Evropian, përpara nevojës që të paraqitet një trofe edhe ndërkombëtarëve, vjet në lëvizje një dosje e cila ishte katërcipërisht e provuar, e cila ishte konsumuar për më tepër në sy të publikut në një kohë kur nga ana tjetër sulmoi dhe anatemoi opozita, e cila s'kishte asnjë pushtet dhe prej më shumë se një dekade i kishte lënë institucionet, pra drejtimin e institucioneve. Kujtojmë këtu që punimet kishin filluar dhe vazhdonin 3 vite në sy të gjithë dhe pa asnjë leje, pa asnjë gjë. Dhe vjet në lëvizje kjo dosje, shumë mirë u bë që u vu në lëvizje, por standardi i dyfisht në raport me atë çka duhet të ishte drejtësia ose me atë çka duhet ishte prova e madhe që duhet të jepnin institucionet e reja, SPAK-u më së pari ndaj shqiptarëve në radhë të parë, ndaj ndërkombëtarëve të cilët e kanë mbështetur, qoftë edhe financiarisht, qoftë edhe me ekspertizë, sikundër dhe politikisht, ishte krejt e ndryshme për prova që duhet të jepte. Kemi aktualisht njeriun e dytë më të fuqishëm në vend, i cili lidhet drejt për së drejti së paku me një aferë që ka zhdukur 50 milion euro nga paratë e shqiptarëve, i cili ndiqet sot pavarësisht marri pandehur ajo dhe gjithë zinxhiri komandues i autoritetit rrugor shqiptar dhe kushdo që kishte të bënte me tenderat e ministrisë, pa asnjë mas, sikur asgjë nuk ka ndodhur, një person i cili ka aftësinë jo vetëm që të trysnoj, jo vetëm dëshmitarët e shumë, po të trysnoj dhe t'i bëj presion vetë prokurorit çështjes siç ka dëshmi të shumta në këtë drejtim. Ka dëshmi, sot ka folur zoti Berisha për sigurisht. Kërcënim ndaj prokurorit. Ka patur të dhëna të tjera nga zoti Berisha, të cilat sigurisht i dinë dhe partnerët ndërkombëtar, sikundër ka dhe aftësinë që të ndikojë në proces duke prishur provat, duke zhdukur gjithçka që ka të bëjë me këtë proces, sikundër e freskët ishte edhe ajo që detyrimi i një agjencie në varësi të kryeministrit për të zbardhur një leje ndërtimi 3 vjet me vonesë ndaj një procesi i cili qartësisht ka filluar pas një dokumentacion zyrtar, pas një leje, nga dhjetrat dhe nga qindrat lejet, për të mos folur këtu për dëmi financiar dhe që është krejt i dukshëm dhe krejt i sytë shtetit. Kështu që standardet janë dyfishta, kurse shqetësimi është legjitim, atë që ngre raport progresi, lidhur me presionin që i bën ekzekutivi, sepse sigurisht gjyqësori në vendet ndryshme ka presione të llojeve të ndryshme nga elementet kriminale, nga grupet kriminale me të cilët përballet kryesisht, por shumë e rrallë që gjyqësori në një vend që aspiron të jetë vend demokratik, që thotë që për 2 vjet këto negociatat që mezi arritet i hap të gjithë kapitujt, unë i mbyll për 2 vjet, që s'ka ndodhur ndonjëherë, se Kroacia që ka qenë më shpejt në procesin e integrimit i ka mbyllur për 7 vjet negociatat dhe ne jemi shumë larg atij standardi. Por tutje e këtia në një vend të tillë Në një vend të tillë, shqetësimi i madh është kur presionin ja bën ekzekutivi, kur del kryeministri dhe kërcënon X gjyqtar ose X prokuror sepse ka guxuar që të marrë një masë sigurimi ndaj policisë vetë ndërtimore politike nga ana tjetër në rastet e prishjeve e sa raste të tjera, dhe kur ke nga ana tjetër organe drejtuese të gjyqësorit dhe të prokurorisë, KLG, KLP, ILD që doja ndryshe deri në një farmase, po KLG-ja dhe KLP-ja, të cilët ende sot nuk janë të shqetësuar, nuk kanë deklaratë vetëm në mbrojtje të gjyqtarëve, përfaqësuesët e cilëve ata janë, domethënë qeveria e gjyqtarëve, ndaj sulmeve të paprincipta që i bën ekzekutivi, që i bën kryeministri. Kushtetuese shkurtuan mandatet e tyre. Antarët e gjykatës kushtetuese arritën deri në paradoks, isha duke arritur atje, arritën deri në paradoks që për t'i hapur rrugë një vullneti ekstra ligjor, ekstra kushtetues të kryeministrit, që nëpërmjet mashës vet në krye të vendit për presidentit të Republikës, donte të ndërpriste një mandat të një gjyqtari që kishte qenë e zëshme në vendimarrjet e saj, qoftë edhe kundër interesit qeveritar, arriti deri në absurdin sa shkurtuan mandatet e tyre. Kështu që shqetësimi është real ai që ngren partnerët evropianë dhe këtij shqetësimi për fat keq institucionet shqiptare nuk dinë ende dhe ende nuk duan të japin përgjigje. Po, më thuaj Geci, më thuaj.